Mesi i dimrit dhe unë nuk di të lidh një shall. Vajza na mëson 4 mënyra se si të lidhim shallin. Olfi, të fundin, mendova ta vesh me geta të zeza, çarape të gjata. Si do ta vesh këtë tani, pa prishur flokët? Mirë, duket se shpëtu. Këto do vesh tani. Të shojmë mënyrën e parë, shumë e thjeshtë. Njën më të shkurtër, tjetrën që kemi më të gjatë. Do ta fusim këtu, shumë thjesht. Okay. Kjo është mënyra e parë. Kjo e dyta, se di pse po më duket pak e ndërlikuar, del si gërshet dhe duket shumë bukur. Jemi kështu. Kur ju themu që s'marr vesh unë nga këto punë, këtë bie e kalonte nga para, edhe dilte si tip gërsheti. Ua, doli shumë bukur. Ua, kjo po më pëlqen shumë. Pas kam vujt për kaq gjë. Kjo është një nga ato metodat që unë zakonisht kam përdorur. Të kisha marrë atë shallin tjetër që është më i madh, nisi sa për ide. Duket lezetshëm. Thjesht një të rrotulluar edhe ja. Kjo ishte e fundit. Ka lezet, çdo ditë mëson robi nga e gjotre. Shihemi në video të tjera.